Vlezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm, në luftën e quajtur El Qadisije, që udhëheqte Khalifa i muslimanëve Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, që ja dha në dorë një komandantit i cili ishte i përgëzuar me xhennet, Sa'd ibn Abi Waqqasi, ku e dërgoi në Persin e madhe në atë kohë, perandori e madhe, e dërgoi njërin nga delegacionet nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, Rabia ibn Amir, i cili u nis që të bisedon dhe që të bindet në islamin, në dinin e Allahut azza wa jall. Njeriu me tesha të grisura, me një kal të ult, me një shpat të thyer, me një shtiz në dorë, u afru tek pallati i komandantit të madh të asaj kohe të Persisë, Rustum, i cili e kishte zbukuruar pallatin e tij me kultuke të ndryshme, me zbukurime të ndryshme, me perla të ndryshme, me ari të ndryshme, ku dhe froni i tij ishte nga ari dhe taxhi i tij nga ari. Mirë po ky sahabiu, i cili ishte i edukuar në duart e Muhamedit alayhi salatu wassalam, hyri me kalin e tij deri në pallat mbrenda. Dhe ata rojtar dashin që ta ndalojnë. Mirë po, nuk e ndaluan atë burr të madh i cili ishte Rabi ibn Amir. Hyri mbrenda në pallatin dhe i tha që ta lën kalin e të zbret nga kali, nga krenaria të cilën e kishte. Ai tha, une nuk do të zbresh për shkak se ju më keni thirrën. Pasi që ju më keni thirrur mua, atëherë unë nuk do të zbres nga kali derisa i në pallatin, derisa e lidhën kalin e tij për kultukat më të bukura dhe më të shtrenjta të asaj kohe. Dhe fillon me armën e tij dhe me shtizën e tij, duke i shkit të gjitha te pikët e mira të cilët i kishte dhe kultukat, derisa i than ato roja, ndalu. Tha, nuk do të ndalna, do të hi me armë, ashtu me shtizën time dhe me shpatën, ose do të ktheheni sepse ju më keni ftuar mua dhe unë kam të drejtë të hi ashtu siç dua unë. I tha Rustumi, lereni. Kur e pa krenarin e këtij sahabiut, kur e pa burrërin e këtij sahabiut, i tha, urdhëro. I tha, kum ardhun me një mesazh. Tha, çka është mesazhi yt? Tha, çka është mesazhi yt? Tha, gjitu. Tha, kum ardhun me të tregu një çën. Li nukhrij ibta'athana Allahu li nukhrij al-ibadat al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Kam ardh me të lajmëru se Zoti neve na ka dërgu që t'i nxjerrim njerëzit nga adhurimi i robërve në adhurimin e Zotit të robërve, min dikit dunja ila sa'atil akhira, nga ngushtica e kësaj botës në gjërsin e ahiretit, min gjorin e djan ila adil islam, t'ju nxjerrin nga errësira e feve të ndryshme në drejtsin e islamit. Kjo ishte krenaria e këtij sahabiu të nderuar. Po ashtu Salahuddin Ejubi, komandanti i madh i muslimanëve, kur e takonin dhe përshëndetnin, e shifnin se ai ishte asnjëherë i disponuar, çdo herë ishte i menduar në mendimet e tij. Dhe e pyetën, o komandant, pse ti asnjëherë nuk qesh? Pse ti nuk po buzqesh? Nuk të kemi pa duke qesh apo duke buzqesh? Tha, si të qeshi unë, kurse muslimanët po vrohen anë mban botës islame. E si të qeshi unë, kurse Kutsi, Xhamia Aksas, është e robruar në duart e gjakpirsave. Kështu ishin muslimanët, derisa e liroj Kutsin, ai nuk buzqeshi. Derisa e liroj Kutsin, ai mendon të në vazhdimsi dhe lutë Allahun, që ai t'jetë nga ta që ta merë shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall. Mirë po, pse ne vëllezër të nderuar sot
umeti islam. Ne sot muslimanët jemi shumë të dot, jemi shumë të shtypur, jemi shumë të nënçmuar, sepse e kemi nxjerr nga zemrat tona atë dashuri për ahiretin dhe është mbush zemra jonë dashuri për këtë dunjë. Na tregoi pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha, do të mbidhen armiqtë e juaj anë mban botës. Krejt dhe muslimanëve do t'i tubojnë se një enë, dhe çdo njeri do të mundon që t'i gris t'i han, sikurse që janë t'u ngronë muslimanët në Kuc edhe në shumë vende të botës. I tha sahabiu, e nahnu qilla idhin ja Rasulallah, a jemi në atë kohë me pak? Tha antum kathir, walakin ka guthaj sejl, ju keni me qenë shumë, si shkuma e detit. Allah azza wa jall ka me ja nxjerr armiqve nga zemra e tyre frigën që e kanë ndaj muslimanëve, ndaj umetit musliman, dhe ka me fut në zemrën e muslimanëve el wahn. I than, o i dërguar e Allahut, wa man wahnu, çka është wahni? Fa hubbu dunya wa karahiyatul maut, fa me dosh dunjojën dhe me ure ahiretin, dhe me ure vdekjen. Hubbu dunya, e ne sot jemi të garuar mas kësaj dunjoje, jemi të garuar nga mirësi ti të bëjmë dhe sa më luksos të jetojmë, dhe as se kemi dert se a ka musliman ndë njëri nga muslimanët që ka me ngronë. A ka musliman që vdesin sot nga uria, sa dush. A ka musliman që vdesin sot nga lufta, sa dush. Pse? Sepse musliman sot gjeja e ti dhe është barku, qëllimi kryesor është grumbullimi i kësaj bote, grumbullimi i mirësive së kësaj bote, dhe çdo njeri e shikon interesin e vet personal dhe na ka kap neve sot në çmimi, në shtrimi. E dyta, nga gjërat pse është dobësu umeti islam, sepse jemi dhonë mas mëkateve. Mëkatin e parë që kanë fillu muslimanët me përhap me të madhe është lënja e namazit. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Thot Allah, ato e braktisën namazin. Pse? Se erdhën disa pas ardhës, të cilët i dhanë përparësi nefsit, i dhanë përparësi epshit, i dhanë përparësi konjet e kësaj dunjoje, nuk kam kohë për namaz. Kam shumë punë. Asnjëherë nuk i thot punës kam pak namaz. Çdo herë i thot namazit kam shumë punë. E dyta prej saj, përhapja e gjunave. Sot me të madhe është ngrënja e kamatës. E me një popull që përhapët kamata, marrja e kamatës, dhonja e kamatës, ngrënja e kamatës, mos haroni se ai i cili e përdor këtë mëkat të madh i ka shpall luftë Allahut azza wa jall. Nëse ti e ke hidhruar Allahun azza wa jall, nëse hidhrimi i Allahut është mbi ti, nëse mallkimi i Allahut është mbi ti, a mendon se Allahu ka me ta pranu duajën ti? Ai personi që e përshur Muhamedi alayhi salatu wasalam thot, nga udhimi i raskapitur, i lodhur, i pluhrosur, i ngriti duart në qiell që të bën dua, ja rab, thonte o Zot, Allah nuk ja pranon të lutjen. Pse? Thot melbesu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Ai teshat e tij që i ka vesh i ka me haram. Ushqimin e ka me haram, pijen e ka me haram, është përmbush në haram, si ti pranohet lutja këtij personit. Zinaja është përhap me të madhe, alkooli është përhap me të madhe, droga, lëndët narkotike me të madhe. E shifni shtash verës në përdarsma, përzirja bura e gra, cullakonja e madhe, krejt në që vinin xhami që i falmi, prezentojmë darsën edhe i trokosin durt kur lujnë ata nërmez veti. Ku është kjo? Kjo në gjunat për ata në nënçmun e sot. E ka nxjerrë Allahu azza wa jall atë krenarien çka i kemi pas për gjoksave tona. Dhe e ka nxjerrë nga gjoksi armikut frigën ndaj neve, se ne jemi bo mazi se ata. E Allah nuk një ndihmon neve vetëm se ne me emër jemi musliman.
Nëse nuk i kthejmë fejes Allahut, dinit Allahut, s'kemi bo as një send. Nga gjërat që është dobësu ki umeti, bëhet zullum mesin tonë. As kush nuk shikon ti ndihmon ati që është bo zullum. Bile bëhet me të fortin, bëhet me zullumqarin. Nëse sot ti i thu që du të me bo një dua për gazën, nëse thu ti sot që du të mi uqun dima me hangër me pi, se janë të vdek fëmijë dhe gratë pa ushqim, thot kjo është terrorist, kjo është ekstremist. Pse është ekstremist? Se ki falet dhe ki ban lutje për ata musliman që masakrohen dhe fëmijë për çdo ditë. A e keni pa vëllezër të nderuar? Jo ma lart, dje ka ndodhur. Jehudët ekstrem hinë në xhamin e Aksas, e uzurpojnë xhamin, e bllokojnë xhamin, i sjellin të gjithë pajisjet e ritualeve të tyre jehude dhe i kryjnë adhurime dhe festojnë një festë të tyre në mes të xhamisë të Kudsit. A keni ndëgju dhe një fjallë që ka thonë dukush ndale këtë punë? S'ka me të asë një send. Për ata si shtekte një shkrimtar, shtem të e kuptue, pse në kone kiametit ka fundi, do të flet druni, dhe do të flet guri, dhe do të thotë ore musliman, se pëto është një jahudi, se s'ka me metë kur kush për musliman dhe me folë. Jo që me luftu, me folë. Nuk i ndihmojna atyre njerëzive me qka ke mundësi, me pasurin tone, me duan tone, i bëhet zullum, nëse që ati nuk ka zullum, une nuk e kuptoj definicionin e zullumit. Nuk e kuptoj definicionin e padrejtësisë, nëse nuk bëhet në ato vende padrejtësia e cila është një padrejtësi shumë e madhe. Pastaj, njëra që e ka kapë dobësia umetin në nëshmimi, ëse e ka lënë luftën në rrugt të Allahut Azza wa Jall. E ka lënë xhihadin, tu thonë se Islami, a di çka është? Paqe. Islami është me dal me lule. Islami është me qesh. Islami është sjellje e mirë. Islami është butësi. Kjo është pjesë. Po ku është krenaria e muslimanëve? Për ata sot na shtypin çdo vend, na masakrojnë çdo vend, na torturojnë çdo vend, na bllokojnë çdo vend, na bojkotojnë çdo vend. Çka dojnë lujnë bëjnë me neve? 2 miliard musliman. Pse? Se e kemi mbush zemrën tonë me dunjo. Dunjoja nuk dojnë atë na ike as një grimës. Edhe urejna vdekjen, se me e pas dasht ahiretin, xhenetin, do të kishme mendu pak më ndryshe. Prej gjërave të cilët jemi dobësu, e kemi lënë dinin e Allahut Azza wa Jall. Nuk kemi përqëndrushëm me fejnë tonë. Jemi në xhami musliman, dolmi mas xhami atje, e shpërndojmë drogën. Falmi në xhami këtu, dolmi atje, bëjmë zina. Shfaler ka e thim telefon, me nere mas namazit. Apo i kamatoshe e lënë kamatën me marë, mas gjumoj zatikmi, te filan kafe ta marë kamatën, ti me e mu kamatën. E tja u fale. Inne salate, të nhanin fahshaj e munker. Vërtet namazi, ju ndalon juve nga moraliteti dhe nga punt e mbitat lishta. Nëse amoraliteti, nëse namazi nuk po të ndaleke nga moraliteti dhe nga veprat e këqija, vendoj një pikëmbicje të madhe vetit tënd, se sa pranohet namazi, sa e ke kabullat namaz, sa i ke raportet me Allahun që Allah është i kënaqur aty vetit tënd. Nëse ti nuk ndalosh, atëherë namazi jot është një pikëmbicje madhe, sa pranohet namazi dhe lutja jote. Për gjërave vëllezër të nderuar, mos ta zgjati shumë. Si mund të forcohemi në dinin e Allahut, të kthehemi në dinin e Allahut dhe ta madhrojmë urdhruesin para urdhrave. Çka është kjo ta madhrojmë urdhruesin para urdhrave? Neve mendonë kjo është haram, e di që haram e bëj. Alkooli haram, e di që haram e pi. Zinaja është haram, e di që haram e pi. Pse? Se neve me u ka zvoglu madhështia, madhëria e urdhruesit. Allahu Azza wa Jall, krijuesit i gjithësisë dhe tokës, ne nuk e njohmi krijuesin ton, nuk e njohmi Allahun Azza wa Jall. Nëse të kishte urdhëruar ti e një shef për një punë, do ta kishe marrë pak më serioz se është ky shef, mundet me nxjerr pi punë. Po ti shkon drejtor, do ti shkon pak alo më problem. Po ti shkon ministër, ministrim ka thonë është pak më problem. Po mu kon krijetori i shtetit, vallai krijetori i shtetit alo më problem.
po mirë Allahu Azza wa Jall, krijetari i qiellit dhe i tokës, i gjithësisë, do të të urdhëron ti nuk e përfil urdhën e tij, sepse ka humb madhështia e krijuesit që të urdhëron apo të ndalon nga ndalesat, është Allahu Azza wa Jall. Nuk e njohim në cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Nuk e njohim se Allahu është Nasir, është ndihmues. Ne nuk e njohim Allahun që është Hafidh, ai që na ruan neve. Sahabëve ju erdhin hendek, idh ja'utkum min fawqikum wa min tahti arjulikum. Allahu do t'i erdhën ative sulme nga qielli, nga toka. Idh zagatil absar, ju shtangën syt, wa balagatil qulubul hanajir, ju arritën zemrat në fit. Mirë pa u dërzun ato, jo su dërzun ato, filloi Islamit për hapët. Pse? Se ato ishin me Allahun. In tansurullaha yansurukum. Nëse ju e ndihmoni fenë Allahut, Allahu kam ju ndihmu juve. Nëse ju ja ktheni shpinën Allahut, ja ktheni shpinën dinit Allahut, atër kini me pasën vështirësi. Pse thot Allahu Azza wa Jall? Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Nëse ju ja ktheni shpinën Allahut, ja ktheni shpinën dinit Allahut, atëherë çka ka më ndodh, kini me pas një jetë ngushtë në këtë dunjë. Vështirësi mbi vështirësi. Pse? Se e kemi lënë dinin e Allahut Azza wa Jall. Nëse kthehemi në dinin e Allahut, nëse mundohemi ta njohim krijuesin ton me emra dhe me cilësitë e tija, do të ndryshon gjendja jonë. Nëse ne kthehemi në dinin e Allahut dhe lexojmë dhe meditojmë, do të ndryshon gjendja jonë, se ata njerëz që i kanë ndryshuar sahabët, që i cekën pak më herët, i kanë ndryshu ki libri i madh Kur'ani, kur ata e kanë lexuar, e kanë medituar, ja u kanë ndryshu zemra, shpirtat e tyre, ja u kanë ndryshu rrugën, e kanë çliru botën dhe e kanë arrit krenarinë në këtë botë dhe krenarinë në ahiret, pra në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Po vëllezër të nderuar, kjo është halli i umetit ton, halli dhe gjendja e umetit ton. Dhe kjo nuk ndryshohet, kjo gjendja pa u kthin dinin e Allahut, pa njoft Allahun Azza wa Jall, dhe treta pa punu me vetin tan, me eduku veten tënde. Si edukohet vetja jote? Duke ushqi halal, duke u kon i sinqert, duke shtu detyrinë për Allahun, për dinin e Allahut, duke eduku fëmijët e tu, familjen tënde, që të ushqejnë me halal. Kështu bon këto punë. Inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bima anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një popullit derisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e tyre. Vëllezër të nderuar, e lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala ta ndryshon neve. Na premeson, na i mbush zemrat tona me iman, me besim. Na i bashkon zemrat tona në nënshtrimin e Allahut Azza wa Jall, në dinin e madh të Islamit. O vëllezër të nderuar, ta ndihmojmë këtë din, sepse në fundit ne do të fitojmë. Nëse ne nuk e ndihmojmë, Allahu do ta ndihmon këtë din, mirë po ne shpërblimi do ta humbmi, vetë në nënçmuar do të jetojmë. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala na i fut në zemrat tona dashurinë për ahiret, dashurinë për takimin e Allahut, dashurinë ndërvëllëzërore që e kemi dert për njëri tjetrin, që lutemi për njëri tjetrin, që bëjmë dua për njëri tjetrin, që ndihmojmë njëri tjetrin, që të na ndihmon Allahu Azza wa Jall. Elusim Allahun subhanahu wa taala që ndihmon muslimanëve anë mban botës, e Kudsin ta shtiron, muslimanëve pashje, Palestinën një shtet të sigurt ta bën, dhe muslimanëve anë mban botës siguri, afërsi, dashuri, nërmëzveti. Allahu sjell në zemrat tona. Allahumma amin.